Jo, Aleanca u rret u dy fishu, Aleanca ka qenë në bashkëqeverisje në Kamenic me VV-n, tash e 4 vite, do t'jetë prapë në bashkëqeverisje, ka një marrëveshje jo zyrtare, ose jo formale në kuptimin. Mos ja keni dhënë votat në raundin e parë. Absolut, aty ku ka mujt vatoni, po të garantoj që po. Po thuja ka dhënë vetëvendosin raund parë? Dallimi mes partisë dhe kandidatit shihet hapun që këja e ka votuar në raund parë, sikur se Agem Aleu në Perizaj. Perizaj, sikur se paton kemi më falni, ky çuni që ishte tash kandidat në Mitrovic, Ariani. Ariani, po. Me sa unë e kom vrejt, Aleanca e ka votuar Arjan Tahiri në raund parë. Në bazë numra, sepse shihet qartë që Aleanca si subjekt politik historikisht i ka rreth 1600 vota në Mitrovic, kësaj radhe ka dalë me 300-400 vota. Prap ato kanë qenë marrëveshje të nivelit dytësor, që mjetet më po, por nuk mendoj që e ndron qëndrimin e subjektit politik, kur vjen pyetje për shkak kauzat serioze, siç janë prishja e raporteve me aleat, sanksionet me Bashkimit Evropian, ndërpreja dialogut me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Rrethonat çfarë i kemi si Kosovë, nuk na japin të drejtë me ndryshu mendim ose qëndrim. Sinqerisht po i them që personalisht edhe me kushtin që as nuk garoj, as nuk gjena deputet, as nuk kemi kërkesë për çdo arsye për me u identifiku pak më ndryshe si subjekt politik, i kemi thonë opozitës, bëni shumicën, Aleanca do ta jep votën pa pjesëmarrje në qeverisje. Do të jemi vetëm votues dhe jo pjesëmarrës në ekzekutiv. Pra nuk kemi lënë asnjë formë, asnjë rrugë pa e trajtu, por çuditërisht edhe opozita e ka fajet se nuk ka arrit me e kriju një majorancë. Dhe se derivati 2 pjesëve tash po shkojmë në zgjedhje. Se po ti kish pas opozita numrat nuk do të kishim nominim të Keni mundur t'i bëni numrat vetëm është nevojitur pastaj edhe mbështetja e deputetëve të listës serbe, absolut nuk është e vërtetë. Jo, po them si numra si shumicë që bëhet diferenca. Nuk i duan. Nuk qëndron, pse nuk është e vërtetë. keni arrit me i bind? Të gjithë deputetët e komunitetit jo serb bëhen pjesë e një majorancë që oferton temën në nënshkrime. Krejt këta që ja kanë dhënë nënshkrimet zotit Kurdi. Ka një pjesë që Blanko ka qenë në mbështetje të Kurdit, prandaj po Blanko bëhen të majorancë se nuk rrin në opozitë. Se s'ka nej kur peçi është të milu kuvendi i Kosovës. Hiç më ski dert nesër ti çoja te komuniteti, thuaj që unë po duam e ku marr mandatar. Ai bie kjo kështu zoti Aradina se ta qartësojmë një gjë për opozita i ka pas dashur që liderët opozitar dalin ta japin një konferencë përbashkët thonë jemi bashkë, ne jemi shumica në kuvendin e Kosovës dhe gjithë do të bashkangjiteshin, ai bie kjo kështu. Nesër le t'ja jep mandatin presidentja, subjekti dytë politik, po të siguroj që shumica absolute e deputetëve të komunitetit jo serb kanë me shku m'ja dhonë nënshkrimet, nuk rrinë në opozitë. Po të siguroj edhe në përvojën teme që e kam shumë vjeçare në Parlamentin e Kosovës. Ata nuk rrinë në opozitë. S'po bëhet LDK. Natyrisht që ata ja kanë dhënë Albin Kurtit në nënshkrimet se është obligim kushtetues. Zoti Kurti ka dalë subjekti parë politik, zoti Kurti është mandatar, kryetari i kuvendit. Është eksplicit i shpjeguar që i takon subjektit parë politik që ka dalë 5 zgjedhjeve dhe natyrisht që edhe këto komunitetet jo serbe e kanë dhënë në nënshkrimin, sikurse në të kaluamën. Por nëse i bashkoni ju jo serbet dhe partitë opozitare, bojnë 64 deputet parlamentit Kosovës. Nëse janë gjithë, po. Nëse janë gjithë. Po, unë kur që shakoni një qeveri ku kish me pas prezencë lista serbska. Personalisht tillë isha dalë në krajin e vetëvendosur. Se nuk i e kundër që t'jetë lista serbe. Absolut, as nuk du me një, as nuk negocioj, as nuk guxoj kush më maly votën me kon pjesë e çatyne ku do të jenë ata në një koalicion të mëshëm. Dallon për president se e bojnë korumin, por nuk e bojnë për ata. Fjalën Ramës, mos është kjo një lloj shkelje kështu e kushtetutshmërisë së Kosovës për arsye se lista serbe është pjesë e kuvendit, zoti Haradinaj, dhe ata nuk janë antikushtetues, nuk janë antiligjor. Nuk e thash, as nuk jam ka akuzoj që janë, sepse tash prapo kthehemi të ky patriotizmi medial, do të thonë hiç më larg se para 3 ditë
edhe vetëvendosja edhe gjithë tjerë t'i qunë dur t'i certifikun kryetarët e serbska listës, non kryetarët e komunave. Nëse këta